Lidhja e qytetit të Shkodrës me zona turistike të Shirokës dhe Zogajt përmes transportit publik pritet të jetë më e shpeshtë dhe më e aksesueshme për banorët dhe vizitorët. Duke nisur nga kjo fundjavë, Bashkia Shkodër do të rrisë ndjeshëm frekuencën e autobusëve në linjën Shkodër-Shirokë-Zogaj, duke krijuar më shumë mundësi lëvizje gjatë gjithë ditës. Nisma është bërë ditur nga kryebashkiaku Benet Beci, i cili cilëson këtë, një shërbim të kërkuar dhe të nevojshëm për banorët e këtyre zonave, por edhe për turistët dhe vizitorët që zgjedhin Shirokën dhe Zogajin gjatë sezonit veror. Rritja e frekuencës synon të përmirësoj komunikimin mes qytetit dhe zonave përgjatë liçenit të Shkodrës, duke ofruar një alternativë më të lehtë transporti për ata që nuk përdorin automjetet private. Por shërbimi nuk do të jetë i kufizuar vetëm në muajt e verës. Sipas njoftimit të kryebashkiakut, transporti publik në këtë linjë do të vijojë edhe gjatë sezonit të dimrit, me orare të përshtatura sipas periudhës dhe kërkesës. Për Shirokën dhe Zogaj, të dy prej zonave më të frekuentuara pranë liçenit të Shkodrës, përmirësimi i transportit publik shihet edhe si një mundësi për të lehtësuar lëvizjen e përditshme të banorëve dhe për të mbështetur zhvillimin e mëtejshëm të aktiviteteve turistike gjatë gjithë vitit.